Dhe tani pa humbur kohë, shkojmë tek sugjerimet e filmave. Tani ne I kemi të gjitha këtu, kështu që është radha e sugjerimit të filmave dhe është pikërisht tema që kemi përzgjedhur sot, Viola, që janë filma të cilat lidhen me kineast, aktor shqiptar. Fillojmë menjëherë me sugjerimet. I përmendim shkurtimisht së pari Lorna Silence I vitit 2008. Short Trip I vitit 2023. Albanian Virgin I vitit 2021. The Land Within I vitit 2022. Dhe Të gjithë e thirrin regj I vitit 2025. Do të flasim pak për secilin prej këtyre filmave. Duhet të themi që këta filma I përkasin temës që ne kemi zgjedhur për ditën e sotme, që janë pikërisht kinemaja, kineastët shqiptar në diaspor, ata shqiptar të Shqipërisë ose shqiptar të Kosovës qofshin. Do të nisim menjëherë me filmin e parë, që është pikërisht Lorna's Silence ose Heshtja e Lornës I vitit 2008, me regji të vëllezërve Darden, Jean-Pierre dhe Luc Darden. Filmi tregon historinë e Lornës, e cila luhet nga aktoria me origjinë nga Kosova, Arta Dobroshi, një grua e re shqiptare që jeton në Belgjik dhe ëndron të hap një lokal me të dashurin e saj Sokol. Për të realizuar këtë ëndër, ajo përfshihet në një skemë martesash të rreme me qëllim që të fitojë shtetësinë belge. Filmi trajton tema të tilla si emigrimi, identiteti dhe moraliteti, duke ofruar një vështrim të thellë në jetën e një gruaje që përballet me zgjedhje të vështira në kërkim të çfarë? Në kërkim të një jete më të mirë, sigurisht. Tani, filmi është vlerësuar për realizimin e tij dhe performancat e fuqishme, duke fituar çmimin për skenarin më të mirë në festivalin e filmit në Cannes në vitin 2008. Vazhdojmë tek radhës Short Trip I vitit 2023 me regji të Erenik Beshirit. Është një film dramë me metrazh të shkurtër që ndjek historinë e një çifti të ri shqiptar, Mira dhe Klodi, të cilët udhëtojnë në Marseille me një mision të organizojnë martesën e mirës me një francez për 5 vjet në këmbim të parave, me qëllim që të fitojnë shtetësinë franceze. Gjatë këtij procesi, ata përballen me sfidën e zgjedhjes së bashkëshortit të duhur dhe me nevojën për të shkëputur emocionalisht nga njëri tjetri. Në role kryesore interpretojnë Luana Bajrami si Mira dhe Trisjan Halilaj si Klodi, dhe po ashtu kemi aktorët Arben Bayraktaraj dhe Walid Afkir në role mbështetëse. Filmi trajton tema të tilla si dashuria, sakrifica, ndarja, duke reflektuar mbi realitetin e një brezi që është I gatshëm të shkëmbejë vitet më të mira të jetës së tyre për një të ardhme të pasigurt. A Short Trip u shfaq premierë në festivalin e 80 ndërkombëtar të filmit në Venecia në 2023, aty ku mori pjesë në seksionin Horizonti dhe u vlerësua me çmimin për filmin më të mirë me metrazh të shkurtër. Një tjetër sukses pra I filmave ku marrin pjesë shqiptarët si regjisor ose si aktor. Mirë, Albanian Virgin I vitit 2021 me regjisorin e famshëm Bujar Alimani. Filmi zhvillohet, ndrojmë pak skenën tani, nuk jemi më në emigrim, jemi në Shqipëri në vitit 1958 dhe trajtohet historia e Luanës, një vajzë e fortë, duhet të thënë, dhe rebele gjithashtu, e cila përballet me normat e rrepta të shoqërisë patriarkale të kohës. Filmi trajton tema të tilla si liria personale, traditat dhe roli I gruas në një shoqëri patriarkale. Ajo ofron një portret të fuqishëm të një gruaje që sfidon normat shoqërore në emër të pavarësisë së saj. The Albanian Virgin është vlerësuar për portretizimin besnik të zakoneve dhe të traditave. Filmi u shfaq premier në festivalin e filmit në Varshavë në vitin 2021 dhe ka marrë vlerësime shumë të mira për lojën e aktorëve, po sigurisht edhe për regjinë e Bujar Alimanit. Shkojmë tek radhës The Land Within I vitit 2022 me regji të Fisnik Maxville. Filmi u shfaq për herë të parë në festivalin e filmit në Tallinn nëntorin e vitit 2022, ku fitoi çmimin për filmin më të mirë të debutantëve. Remo që luhet nga Floris Bajgora, një njerëz që jeton në Zvicër, kthehet në fshatin e tij të fëmirisë në Ballkan pas disa vitesh mungesë. Ai ndihmon kushërirën e tij Uno në nxjerrjen e kupofomave nga një varr masiv që përmban shumicën e antarëve të familjes së tyre të vrarë gjatë luftës. Gjatë këtij procesi zbulohet një varrezë masive që shes sekrete familjare, duke I detyruar ata të rishikojnë të kaluarën dhe të ardhmen e tyre. Është një prodhim mes Zvicrës dhe Kosovës dhe ka rezultuar patjetër në një sukses të jashtëzakonshëm.
Mirë, do shkojmë edhe tek filmi i fundit sugjerim për sot, Të gjithë e thirrjen re. Është një film i vitit 2025 i cili ka qenë për pak kohë edhe në kinema Cineplex, ne e kemi promovuar edhe këtu në Kinotek në Sol. Është një film nga regjizori Iber Deari. Filmi bazohet në historinë e Rexhës, një punëtor që ka mbetur i vetëm në fshatin Slupkov të Maqedonisë së Veriut. Ai kujdeset për gjithçka, ndërsa pjesa tjetër e komunitetit është e shpërndar nëpër botë në kërkim të mundësive më të mira të jetesës. Rrëfimi ndjek përpjekjet e Rexhës për të ruajtur traditat dhe identitetin ndërkohë që përballet me sfidat e pasojave të një emigrimi masiv siç ka ndodhur në fakt vitet e fundit. Iber Deari është një regjisor dhe skenarist i njohur për trajtimin e këtyre temave sociale. Krejt e thirrjen Rexhën është filmi i tij i parë me metrazh të gjatë i cili ka marrë vlerësime pozitive për mënyrën se si i trajton pikërisht këto çështje të rëndësishme sociale në Ballkan. Dhe do shkojmë tani pa humbur kohë tek sugjerimet për librat, se ju e dini që këtu në Kinotek i kemi të gjitha. Një fyell ndërmale i vitit 1953 me autor Martin Camaj është një nga veprat më të rëndësishme në fakt të autorit dhe një ndër përmbledhjet më të vlerësuara të poezisë shqiptare pas luftës së dytë botërore. Kjo vepër ka pasur një ndikim të madh në letërsinë shqipe për shkak të lidhjes së thellë me natyrën, identitetin dhe folklorin shqiptar. Poezitë e Camajt janë të mbushura me imazhe dhe gjuhë të pasur që shpesh pasqyrojnë shpirtin dhe ndjeshmërinë e malsorëve shqiptar si dhe thellësinë e lidhjes së tyre me tokën dhe traditat. Është një vepër e vlerësuar gjërësisht për stilin e rafinuar dhe për thellësinë filozofike, duke e bërë këtë autor një zot fuqishëm në letërsinë shqiptare të shekullit të 20. Do të vijoj me një tjetër autor shqiptar tashmë nga Shqipëria, një tjetër zë i fuqishëm i poezisë shqiptare të shekullit të 20 dhe gjithashtu një kineast i cili ka marrë pjesë në mbi 30 produksione kinematografike si skenarist apo në role të tjera të këtyre produksioneve. Është fjala pikërisht për Petrit Rukën dhe librin e tij Rinia ime i vitit 1978. Vepra ka pasur ndikim të rëndësishëm në letërsinë shqipe, sidomos për pasqyrimin e emocioneve dhe të përvojave rinore. Poezia e Rukës është e njohur për gjuhën e saj të pasur dhe për mënyrën se si shpreh pasionin dhe ëndrat e rinisë dhe për lidhjen e fortë me vendin dhe historinë. Rinia ime është vlerësuar për mjeshtërinë e përdorimit të figurave poetike dhe thellësinë emocionale.